Shoferët në Moskë kanë ndenjur për orë të tëra në radhë të gjata në stacionet e karburantit këtë javë për të mbushur makinat e tyre me sasi të kufizuara nafte, në një valë të dytë krize për shkak të kërkesës së lartë sezonale dhe sulmeve ukrainase në rafineritë e naftës. Sipas Reuters, stacionet e karburantit në Moskë kanë rivendosur kufizime në blerjet e naftës dhe benzinës për shkak të mungesës së karburantit. Mungesat filluan të shtohen në maj dhe u përhapën në shumicën e rajoneve ruse deri në korrik, por stacionet e karburantit në Moskë arritën të lehtësojnë një valë të mëparshme kufizimesh në qershor. Ukraina ka shënjestruar rafineritë ruse të naftës në një përpjekje për të ulur të ardhurat e Moskës nga energjia. Reuters raporton për radhë të gjata, disa prej të cilave shtrieshin deri në 1 kilometër në disa stacione karburanti në Moskë dhe rajonin përreth. Shumë stacione ishin gjithashtu të mbyllura ose ofronin vetëm naftë. Kemi qenë tashmë në 5 pika karburanti dhe nuk ishte karburant. Javën e kaluar karburanti ishte i disponueshëm dhe tani nuk ka përsëri, tha për Reuters një banor i Moskës. Disa shoferë të tjerë minimizuan mungesat, mendoj se gjithçka do të kthehet në normalitet brenda 1 ose 2 javësh, tha një banor. Për të rritur furnizimet vendase, autoritetet ruse kanë ndaluar eksportet e benzinës dhe naftës, kanë lehtësuar kërkesat për cilësinë e karburantit dhe kanë filluar importimin e produkteve të naftës.